Partitë politike kanë nisur fushatën elektorale prej disa muajsh, duke u ndalur veçanërisht në diasporë me në fokus sigurimin e mbështetjes nga shqiptarët të cilët prej vitesh jetojnë dhe punojnë në vendet e huaja. Për qytetarët e Vlorës, kjo vëmendje e dedikuar për diasporën është për të vetmi fakt se votuesit jashtë vendit janë më të ftohtë në gjykimin e tyre, duke zgjedhur alternativën më të mirë, por pa u ndikuar. Qytetarët për votën e diasporës ndajnë mendime të ndryshme kur pyeten nëse ajo do të jetë apo jo përcaktuese për rezultatin final të zgjedhjeve. Për shumicën, kjo vot nuk do të jetë ndikuese në rezultatin e zgjedhjeve, por ka dhe disa të tjerë të cilët rezultatet e diasporës i cilësojnë si vendimtare. Megjithëse shprehen se kanë kurreshtje për të parë rezultatet që do të dalin nga diaspora, pjesa më e madhe e qytetarëve thonë se emigrantët do të dinë të zgjedhin më të mirën për vendin e tyre. Fitimin e tyre e bëjnë këtë punat, nuk e bëjnë se kanë fitim popullit për këtë. Sepse këte e kanë fituar ata, po bën gjithë përpjekjet që ta fitojnë prapë. Tani ata që kanë dalë jashtë shtetit nuk vrasin mendjen se kush do fitojnë. Prandaj dhe janë regjistruar pak. Se masa gënjen. Ta. Ata të diasporës masa gënjen. Nga njëra anë kemi diasporën që kushtohet vëmendje, nga ana tjetër ende fushata në thonjza nuk ka nisur mirë në Shqipëri apo në Vlorë. Jo, fushata ka nisur që kur ata fillon gënjen populli. Dhe ky popull duhet të heqin çik ato kalpsirat e vjetra dhe të dalin të rinj. Si e sheh votën e diasporës? Vota e diasporës do të jetë vendimtare? Këtu që janë ata mos iklin. Pse ikin? Ti ke po i kushtojnë shumë vëmendje diasporës. Po. Pse? Po të jetë për pyet mua me drejt, nashti ai atje, unë kam fëmijë djemtë e mi kam në Itali. Ai bën jetë pradhore atje, ai shpunon. Ai do vendos për mua, për fatin tim. Ç'po nga ajo vëlla me fatin tim? Fatin tim da vendosëm ne këtu. Jo, ai vjen ande ai në Angli, në Amerikë, në Australi. E vedh votën ai, e voton X-in. Dërsa duhet ta përmendimin tim. Do me thënë ti në logjikën tënde e sheh vendimtare votën e diasporës. Qa vendimtare vëlla, do ato do ndanë si që ata i kanë ndarë vetë në tavolinë, o vëmiku. Pse i kushtojnë shumë vëmendje diasporës? Po ja, që ne u interesojme akoma. Jeni gjallë juve. Po jo është tamam, është goxhall, 19.000 thonë 2 deputet. Ama 2 deputet, po 2 deputet s'është pak. Se bën, qofse për shembull merr njëra, nuk e di si do ndahet. 8/6, 7/7, nuk e di sa ka Vlora, se di fare atë. 6/6, që do ndahet 6/6, qofse po ata gjithmonë nuk janë me të krau. Ndahen, si që janë këtu ndarë, ashtu është dhe diaspora e ndarë. Shë vendimtare votën e diasporës? Jo, është e njëjta. Është e njëjta. Një birë Selmani nënës këtë qajmë parë. Pse? Një janë të gjitha. Po mirë, tani, pse i kushtohet diasporës? Se duan kariken. Kariken. Po, se këtu dihet që kanë vetur ata që janë pa bukë dhe janë të majtë. Të më jap 50 lekë, këtë 50.000 që shtes mua, 227, ma bëj 270.000 lekë të ha bukë. Se kanë punuar 34 vjetë nuk ha do të bukë sot. Se ka qenë një gjysmë buke në kohën e komunizmit, 20 lekë dhe nëna ime merte 1.000 lekë në kooperativa. Sot unë marë 227 dhe buka është 700 lekë. Më e shtrinjë sot nga atere. Emigrantët kanë ikur të shumtit nga diktatura e komunizmit dhe të shumtit prap nga diktatura e qeverisë. Pse vota këtu janë detyruar se janë pune do bëjnë dhe njështë të tjerë për votat. Ndërsa atje ai është në saptia. Edhe shumica, le të brethaj, se ishte në Athinaj, se ishte në Kretaj, se ishte... Ai ka iku nga Shqipëria, jo se nuk e do Shqipërinë, se unë kam qenë 30 vjetë në kurbe që flasë kaq keq. Edhe kur erdhi puna shqyqyr që u ktheva i gjallë në shpitime. Po ndoshta e bën edhe për atë për të afruar emigrantët sa më shumë nga ana ekonomike me që janë fuqizuar ata, të kthejnë në vendlindjen e vet. Të investojnë në vendlindje? Po, për investimet e njëkohësisht të vinë dhe për gjithmonë se ata janë shqiptar. Ti si e sheh votën e emigrantëve? Po edhe mund të jetë. Ta që ka Bovakin në Angli që për 2 vota ka marrë tjetri.
S'është ndonjë pjesëmarrje, kush e di se çfarë ndonjë ashtu. Ma ndryshon rezultatin nëse. Si teori fryhet shumë si shkumadhir. Po kur vin puna aty varet nga rezultati se ç'a jepen, ç'a s'jepen. Të tjera premtojnë, të tjera bëjnë, nuk janë të realizueshme të gjitha. Po ka më shumë vëmendje atë, po. Do ta jap. Kush është keq? Për shumicën duhet të jetë. Se për këtë gjendje që ka arritur sot është turpi botës. Si e sheh që do votojnë apo jo? Po tani e madhe është. E madhe është. Më vjen shumë keq se vajtëm 30 vjet që kemi hequr më shumë se që kemi hequr në kohën e Enverit. Unë kam qenë e persekutuar vetë dhe kam hequr të zi të ullirit. E po thash se mu hapën sy dola në dritë. Po 30 vjet të vazhdoj prap me sistemin është turp. Është turp për popullin shqiptar. Një pjesë e konsiderueshme e regjistrimeve aktuale të cilat pritet të votojnë më pas në zgjedhjet e 11 majit i përkasin qarkut të Vlorës, teksa i gjithë interesi këtyre zgjedhjeve praktikisht mbetet e diaspora, një zhvillim politik ky i cili provohet për herën e parë dhe të gjithë janë sy e vesh për të parë rezultatin. Me interes pritet të shihet edhe numri votuesve total që do të hedhin votën e tyre pikërisht nga emigrimi.